sukses, na ndiqni. Përshëndetje dhe mirë se u kthyet në këtë puntat të radhës. Sonte në rreth të vërtetave do të zbulojmë jo vetëm prapaskenat e një karriere muzikore të suksesshme, por dhe emocionet, sakrificat dhe të vërtetat e një artisteje që ka rrëmbyer zemrat e publikut shqiptar. E ftuara jonë është këngëtarja me zë të veçantë Luna Çausholli. Përshëndetje Luna. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Edhe të falenderoj shumë që gjete kohën të jeni sonte me ne, të ndajmë disa nga të vërtetat së bashku. Me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit. Luna, si e kujton fillimin tënd muzikor? Fillimi muzikor. Unë fillova me kitarë në fakt. Ma mësoi babi, isha 14 vjeç. Edhe fillova ato me akordet e para në kitarë. Edhe mbas pak muaj filloj këndoj, po këndoj me veten. Edhe vjen mami një moment në dhomë, se shoh rrugullon të ca gjëra. Edhe po këndoja unë me kitarë. Më gjon. Luna, ngri zërin Luna. Okej, thash. Ngri zërin unë, ngeli mami. Dhe bukur është që mami thoshte babit që Luna duhet mësoj dhe me atë kitarën hej shumë kohë. Jo, tha babi, më mirë me kitarë se sa me celular. Edhe mbasi shkoj te babi pastaj me vrap, duke i thënë që Luna po këndon, ardit çau shpejt se po këndon goca. Dhe nga aty pastaj lindi e gjithë talenti im. E kuptoj, pra ishte momenti i parë që edhe vetë familja të pikasi për këtë talent veçantë që ti ke. Luna, cila ka qenë kënga e parë që dha besimin se do të bëhesh e njohur? Janë disa këngë, po patjetër që janë këngët e albumit. Dhe Lule Margarita. Më dhanë shumë besim. Pra janë këto dy këngët që ty të iniciuan edhe mendove me vete që do të ishte një ardhme, do të kishe një të ardhme shumë të mirë. Po. Okej. Duke qenë se më përmende pak për albumin, Po. që së fundmi edhe është një projekt i joti, është i përfunduar, besoj. Është i përfunduar, po. Okej. Si lindi ideja për albumin e ri, çfarë temash dhe ndjesish ke dashur që të përcjellësh përmes këtij albumi? Albumin kam pasur goxha kohë që planifikoja që do ta bëja, edhe me disa ide, edhe me prindrit që diskutoja çfarë doja të shkruaj edhe çfarë doja të bëja. Dolën këto këngët e bukura si Fumun Laj, Don't Forget About Me, My Creation, Brown Eyes dhe Graviteti. Unë me këtë album do të përcjell shpirt, do të përcjell pozitivitet, energji të mirë, muzikë të mirë. Edhe duaj që publiku ta dallojë dhe të thotë që shiko se kjo po përcjellimi sa është bukur. Që kjo është qëllimi i këtij albumi. Le të flasim pak për tekstet. Janë të shkruara nga ty vet apo ke bërë disa bashkëpunime me kompozitor? Atëre, kompozimet janë të mia, që janë 4 këngë në anglisht, ndërsa Gravitetin e kam bërë me Jeris Kaso dhe Dina Rekën. Këngët e tjera i kam orkestruar me Kledi Bahidin e Endrit Shanin, që i përshëndes shumë. Ne i përshëndesim. Ndërsa për tekstet dhe kompozimin e këngëve në anglisht i kam bërë vetëm. Pra ti ke edhe një talent tjetër me sa po kuptojmë që edhe kompozon. Edhe kompozoj. Po si e gjen veten më mirë Luna, në kompozim, në të faktin e të kënduarit apo në kitar, ku e shikon veten më të plotësuar? Duhet të përfshija të gjitha. Me kompozimin nxjerr botën time. Me këndimin pastaj gjithashtu. Edhe kitara që shërben për të kompozuar patjetër, kështu që nuk e ndaj dot. Kështu që je e plotësuar tërësisht? Jam e plotësuar tërësisht. Okej, dhe të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Sa kohë të mori puna për ta përfunduar albumin, sepse sa po e thatë edhe ju që të mori goxha kohë, më thënë për përfundimin e Për tij. ide për kështu po për përfundimin e albumit, diku te 5-6 muaj. 5-6 muaj. 5-6 muaj. Gjithsesi sa këngë janë? Janë 5 këngë. 5 këngë. Okej. Cila është kënga që ti e ndjen më së shumti emocionalisht, jo vetëm nga albumi, por një këngë që ti e ke afër zemrës? Është një këngë në fakt që akoma nuk është lançuar. Bëhet fjalë për qenin tim të fëmijërisë. Kënga quhet Goldi, siç kishte emrin dhe qeni im. Dhe është një këngë që sa herë incizoja në telefon, filloja qaja se nuk e bëja dot. E ndjeje jashtëmase shumë. Kështu që unë u pres që kur të lançohet si këngë, të ketë të njëjtin impakt që më jep edhe mua. Jo vetëm për një kafshë shtëpiake, po edhe për një person të zemrës. Po. Kështu që vetëm emocione dhe mesazhe të mira duar të sjell. Okej. A pati në një këngë që ishte më sfiduese për ta realizuar? Më sfiduese.
Në fakt, kënga më sfiduese për të realizuar ka qenë kënga e parë fare, Jetën ta fal, që ishte për festivalin e fundvitit. Si ishte kënga debutuese për mua, kënga e parë që më kam lançuar, dhe patjetër që ishte sfidë se ishte edhe vogël, 17 vjeç, pse jo. Edhe ishte për mua ishte sfidë e madhe ajo këngë, ishte këngë shumë e bukur, po edhe shumë e vështirë në të njëjtën kohë. E kam bërë me Ndriçanin atë këngën dhe me Pandilaçën. Por që unë e kam për zemër atë këngë, se këngë e parë patjetër. Edhe da besoj dhe emocionet e para. Po patjetër, ato emocionet kur i kujtohet tani. Dëshiron që të na këndosh në një frazë, meqense është dhe kënga jote e parë? Pse jo? Okej. Jetën ta fal, jetën ta Shumë e bukur. Faleminderit. Nëse do të doje ta përshkruaj albumin me vetëm 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Hapësira, si planetet, galaksit, hëna. Paqe dhe pozitivitet. Cilën fitore e konsideron më të madhe në karrierën tënde deri më tani? Fitoria më e madhe është krenaria që i dha prindërve. Okej. Krenaria e prindërve dhe patjetër edhe Lule Margarita, kur isha dhe kënga magjike. Luna, si ndihesh që në Top Awards për disa javë rresht, pra si artiste e re dhe pse goxha e re në moshë, në karrierë, ti ke triumfuar që të jesh në krye të listës. Si të bën kjo që të ndihesh? Ndihem njeriu më i lumtur në botë. Është një arritje e madhe dhe sinqerisht është emocion shumë i bukur të shikosh që publiku të voton dhe pse 14 javë që janë goxha në The Top List, është fantastike dhe unë shpresoj shumë që edhe këngët e tjera që të bëjnë të votojnë aq shumë sa është votuar dhe dielli të mëson. Realisht jam shumë e lumtur dhe jeni një publik fantastik, unë ju dua shumë. Faleminderit për çdo gjë dhe për suportin që jepni. Si e përjeton kontaktin me publikun në koncertet live? Unë mezi pres të dal në koncert dhe të këndoj për publikun më të mirë mbas. Dua shumë që ti ndjej, ti kem afër. Unë ku ta gjej në për kompeticione ose në për live ose dhe në ndonjë restorant të vogël që mund të jenë edhe vetëm 10 njerëz, ku ta gjej që ata të më dëgjojnë edhe unë të shikoj edhe thjesht t'i admiroj se si ata më dëgjojnë muzikën edhe se si e duan muzikën. Okej. Sa rëndësi kanë për ty komentet dhe reagimet online? Për mua ka rëndësi opinioni i publikut, se çfarë kanë qejf ata të dëgjojnë. Dhe unë do përpiqem të bëj më të mirën të ofroj atë që ata duan. Pra, kërkon që të përshtatesh pak a shumë edhe me kërkesat e publikut. Patjetër. Jo vetëm muzikë komerciale. Do thënë, sa i gjen veten tek muzika komerciale? Muzika komerciale. Unë në fakt s'para jam shumë te komerciale, por patjetër pse jo, mund të eksperimentojmë me zhanre të ndryshme, me këngë të ndryshme, se akoma në fillimin e karrierës jam, kështu që pse jo. Pse jo. Okej. Çfarë projektesh të reja ke në plan pas këtij albumi? Si e shikon ti të ardhmen tënde? Janë shumë projekte në fakt që po punojnë mbas këtij albumi dhe unë mezi pres t'ju a tregoj të gjitha, por që janë surprizë. Kështu që do t'ja lëm kohës. Do ja lëm kohës. Ja, edhe pak fare. Sa e sheh veten në skenën ndërkombëtare? Ke synime që të shkosh për te kufive, jo thjesht në... Po, unë në fakt kam një vit që jam në kontratë me Sony Music, me shtëpinë diskografike një nga më të mëdhajat, dhe me ata unë kam mundësinë që të bëj një tur jashtë në për Europë, kam mundësi që të lançoj këngën time në shumë platforma muzikore, dhe pse jo, unë e shoh veten shumë për të qenë një artiste ndërkombëtare. Dhe të urojmë sa më shumë suksese. Shumë faleminderit. Çfarë mesazhi do doje që muzika jote të lindte tek gjeneratat e reja? Unë do doja shumë që të lija
Mbresa të mira. Doja që gjenerata e re të gjejë muzikë të mirë, muzikë shumë cilësore dhe shumë shpirtërore. Çfarë është për ty një muzikë e mirë? Muzikë e mirë. Një muzikë që të ketë shpirt, të ketë emocion brenda, të ketë tekst mirë, të ketë një mesazh që të depërtojë tek masa, tek publiku i gjerë. Okej. Po të mund të ktheheshe pas, çfarë do t'i këshilloje vetes së vogël? Shumë pyetje e bukur kjo. Doja t'i thoja që mos u dorëzo, baje kokën lart, mos u mërzit, puno fort, që t'arrish aty ku do, dhe gjithmonë je e lumtur dhe krenare për familjen që ke dhe për mbështetjen që merr nga ata dhe nga publiku. Dhe të kalojmë pak te familja, meqense dhe e përmende. Sa të ka suportuar familja? Ti the edhe në fillim të pyetjes që ishin ata të parët që e pan talentin tënd, të dëgjuan dhe patjetër që të mbështetën. Por në kohë, sa të kanë suportuar? Si ndjen ata? Sa krenar janë ata me ty? Ata pafundësisht. Suporti atyre, mbështetja atyre ka qenë ajo që jam unë sot. Unë pa ata nuk isha këtu ku jam sot. Dhe realisht jam shumë falenderuese ndaj mamit, babit dhe motrave të mia. Dhe është ku ka më bukur se të flasësh për familjen edhe për treguar mbështetjen e tyre ndaj teje. Është një emocion i veçantë. Është shumë i veçantë, shumë. Luna, një ëndër që ti shpreson ta realizosh, sepse nuk e ke realizuar ende, çfarë mund të jetë? Diçka që ti ende e dëshiron me gjithë zemër. Të bëj koncerte të mëdhaja nëpër stadiume jashtë shtetit, të fitoj një çmim Grammy. Po një ëndër që ka ngelur në sërtar, që kur jam qenë e vogël, është të bëhesha futbolliste. Që kam dëshirë shumë, e kam patur shumë qejf kur jam qenë e vogël. Po ja që na mori rruga një tjetër karrierë, tjetër drejtim, po prapë me të njëjtin regjim është, siç bëjnë sportistët stërvitje në futboll, ashtu bëjmë edhe vokalica, stërvitje për zërin. Kështu që e njëjta gjë është. Okej. Luna, me cili këngëtar do të dëshiroje ti që të kishe një bashkëpunim? Atëre, për shqiptar do doja shumë Elsa Lilën, Elhajda Danin dhe pse jo Alban Skënderajin. Ndërsa për të huaj, do ishte bukur me Billie Eilish, patjetër, se e kam edhe këngëtarit preferuar. Po pse jo edhe një këngë me Coldplay, që janë artistë të jashtëzakonshëm, dhe ata pak a shumë, më kanë frymëzuar për të bërë disa. Pra këta janë edhe këngëtarët që ti ke marrë dhe frymëzim, ke gjetur veten tek e fundit. Okej. Të nderuar miq, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj. Do shihemi së bashku në puntatën e radhës mbi të vërtetat. Kalofshi mirë.